Largimi i Aleancës për shqiptarët nga koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim vazhdon të komentohet nga oponentët, respektivisht nga koalicioni Vlen. Sipas Vlenit, situata aktuale vetëm se konfirmon paralajmërimet e bëra më herët se ky projekt politik ishte i ngritur mbi baza të brishta dhe interesa personale. Në reagimin e tyre, Vlen deklaron se opozita shqiptare sot ngjan si një çadër e vjetër që të shahet sapo frinera. Shtojnë se shqiptarët meritojnë seriozitet dhe jo eksperimente të dështuara me shirit ngjitës. Gur më gur, figur pas figure, ikja e Mendo Thaçit, largimi i Arjanit Hoxhës, krenar Llogës dhe braktisja e Ziadin Selës janë vetëm simptoma të një strukture të ndërtuar mbi interesat e individëve, jo mbi interesin e qytetarëve. Vlen nuk gëzohet kur të tjerat shkatërrohen, por është e qartë se një opozitë që bëhet copa-copa e dëmton sistemin politik dhe e lë qytetarin pa alternativë. Ndryshe, ditë më parë Aleanca për Shqiptarët konfirmoi largimin nga koalicioni opozitar i quajtur Aleanca Kombëtare për Integrim. Nga krahu i Selës njoftuan se do të veprojnë si parti në vete. Ky veprim asë kohe u komentua nga Arben Fetai, ish bashkëpunëtor i ngushtë i Ziadin Selës, po edhe i Arben Taravarit, tani më zëvendës kryeministër në qeverin VMRO Vlen. Deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Blerim Bezheti tha se pavarësisht largimit nga Aleanca Kombëtare për Integrim, ASH-ja e Ziadin Selës do të vazhdojë të veprojë si opozitë.